Ish-presidenti i Republikës Ilir Meta ka dorëzuar sot ankimim ndaj masës së sigurisë arrest në burg në gjykatën e apelit posaçëm kundër korrupsionit. Ankesa u paraqit nga avokati mbrojtës në sekretarinë e gjykatës së shkallës së parë, ndërsa pritet që data për shurtimin e saj të saktohet në ditët në vijim. Vendimi i gjykatës së shkallës së parë për arrest në burg ishte marrë në 21 tetor të vitit kaluar me një herë pas arrestimit të Metës, i cili akuzohet për korrupsion të kryer në bashkëpunim në 3 raste, si dhe për pastrim parash dhe mosdeklarim të fshehjes së pasurisë. Në datën 8 tetor, gjykata e lartë do të shqyrtojë sërish rekursin e ish-presidentit për prishjen e vendimeve të gjykatës së posaçme kundër korrupsionit dhe të apelit për masën e sigurisë. Ndërkaq, në hetim në të njëjtën akuzë është edhe Monika Kuremadhi, ish-bashkëshortja dhe bashkëpunëtorja e Metës, me cilën ndodhet aktualisht në proces divorci. Por Kuremadhin, gjykata e posaçme ka vendosur masën e sigurisë detyrim paraqitje. Ky zhvillim vjen ndërsa procesi gjyqësor ndaj ish-presidentit dhe ish-bashkëshortes së tij vazhdojnë të tërheqë vëmendjen e opinionit publik dhe mediave kombëtare.